Çamëria, dëbimi që u bëj padukshëm. Çamëria nuk u zhduk me një urdhër të vetëm. Ajo nuk u rëzua brenda një nate. Ajo fshi me durim, me eshtje, me një lloj dhune që nuk lë gjurmë në mure, por lë boshllëk në histori. Shqiptarët e Çamërisë nuk u shpallën armiq një nga një. U shpallën problem si tërsi. Dhe ku një komunitet të shpallet problem, zgjidhja nuk kërkon prova. Kërkon vetëm justifikim. Ajo që rallë thuhet është kjo: dëbimi i çamëve nuk u ndërtua vetëm mbi dhunën e luftës, por mbi normalizimin e fajësisë kolektive. Ky ishte hapi vendimtar, sepse kur faji bëhet i përgjithshëm, drejtësia bëhet e panevojshme. Në vend që të hetoheshin individ, u fajsua përkatësia. Në vend që të kërkohej e vërteta, u zgjodh shpejtësia. Dhe shpejtësia gjithmonë shkon kundër të pafajshmit. Familje që nuk kishin armë, pleq që nuk kishin fuqi, gra që nuk kishin zë, fëmijë që nuk kuptonin pse po iknin, u futën në të njëjtën fjalë akuzuese: pa gjyq, pa dëgjim, pa dallim. Kjo është pika ku Çamëria nuk u dëbua vetëm fizikisht, por u çnjerëzua administrativisht. Dhe këtu fillon ajo që pothuajse nuk është thënë kurrë. Pas së dëbimit, nuk u mbyll vetëm kufiri, u mbyll edhe rruga ligjore. Jo me vendim të prerë, por me pritje të pafund. Dosjet e pronave çame nuk u refuzuan hapur, u lanë të hapura pa përgjigje. Kërkesat nuk u mohuan, u injoruan. Ky është një mekanizëm i njohur ndërkombëtarisht. Kur nuk dëshiron të zgjidhësh një çështje, mos e mbyll, lëre të vjetrohet. Dhe ndërsa koha kalonte, dëshmitarët vdisnin, dokumentet humbnin, kujtesa dobësohej. Brezi i ri nuk kishte më çfarë të provonte. Kështu, një padrejtësi e gjallë u kthye në mungesë prove. Një tjetër e vërtetë e heshtur është kjo: heshtja ndërkombëtare nuk ishte thjesht neglizhencë, ishte stabiliteti preferuar në artën politike të pasluftës. Çamëria nuk duhet të hapej, sepse hapja e saj do thoshte rihapje kufish, rihapje përgjithësish, rihapje precedentësh. Dhe precedentët janë të rrezikshëm për rendin e vendosur mbi arrestë. Prandaj Çamëria u quajt çështje e mbyllur. Jo sepse u zgjidh, por sepse u la jashtë tryezës. Ajo që nuk thuhet shpesh është se çamët nuk humbën vetëm tokën. Humbën të drejtën për të përmendur si viktima. Në shumë raporte, ata u shfaqën si shënime anësore, si fusnota, si komunitet i zhvendosur. Por zhvendosja është fjalë neutrale. Dëbimi është fjalë që kërkon përgjegjësi. Dhe gjua, kur zbutet, e zbut edhe krimin. Një tjetër e vërtetë e hidhur është kjo: Çamëria u humb edhe sepse nuk kishte shtetë që ta mbronte fuqishëm në momentin e duhur. Zëri ishte i dobët, koha ishte e gabuar, dhe diplomacia ishte e zënë me mbjetesë. Kjo nuk e justifikon heshtjen, por e shpjegon pse ajo zgjati kaq shumë. Ndërkohë, nëpër familje çame, historia u ruajt ndryshe. Jo në dosje, por në tregime. Emrat e fshatrave u mësuan përmendesh, kufit e arave u treguan me dorë, shtëpit u përshkruan me detaje, sikur të ishin ende aty. Kjo është forma më e fortë e rezistencës, të mos harrosh atë që dikush tjetër do ta fshijë. Çamëria nuk kërkon të kthehet në hartë me dhunë. Ajo kërkon të kthehet në histori me të vërtetë, sepse një popull i dëbuar nga toka, por i mbajtur jashtë historisë, dëbohet dy herë. Dhe kjo është arsyeja pse Çamëria është rrëfim i eshtur. Jo sepse nuk ka dhimbje, por sepse dhimbja e saj nuk u konsiderua urgjente.
Ndoshta padrejtësia më e madhe nuk është ajo që ndodh, por ajo që pranohet si normale. Çamëria nuk u humbë vetëm sepse njerëzit u dëbuan. U humbë sepse bota mësoi të jetojë me mungesën e saj, sepse eshtja u kthye në rend dhe rendi në justifikim. Ka krime që bëhen me armë dhe ka krime që bëhen duke mos folur. Të parat dënohen ndonjëherë, të dytat pothuajse kurrë. Kur një popull dëbohet dhe nuk përmendet më, ai nuk humbë vetëm tokë, humbë të drejtën për të qenë pyetje. Dhe kur nuk ka pyetje, nuk ka as përgjigje, as faj, as përgjegjësi. Çamëria sot nuk kërkon akmadhi. Ajo kërkon kujtesë, sepse kujtesa është forma më e pastër e drejtësisë. Kur drejtësia mungon, një histori e treguar nuk e kthen tokën, por e kthen dinjitetin. Dhe dinjiteti është ajo që asnjë dëbim nuk arrin ta zhduk plotësisht. Eshtja nuk është bosh. Ajo është zgjedhje. Dhe çdo zgjedhje ka pasojë. Ndoshta një ditë historia do të flasë më fort. Ndoshta arkiva do të hapen. Ndoshta e vërteta do të ketë vend. Por deri atëherë, rrëfimi është rezistencë, sepse ajo që tregohet nuk vdes, dhe ajo që nuk vdes një ditë kërkon llogari. Kjo ishte çamëria. Jo si kujtim i largët, por si pyetje që ende e pret përgjigje. Dhe kjo është rrëfime të heshtura. Jo për të mbyllur historinë, por për të mos e lënë të heshtë.